Integrimi i Ballkanit Perëndimor lidhet drejt për drejt me sigurinë dhe unitetin e Europës. Në një intervistë për median austriake Die Presse, kryeministri Edi Rama rikonfirmoi angazhimin për antarësim brenda 2030-s. Ai thotë se ndryshe nga e shkuara kur përballej me vetot e shteteve anëtare, tashmë Tirana ka mbështetjen e Brukselit. Megjithatë, prioritet mbetet transferimi i njohurive nga kontinenti i vjetër. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për t'i kënaqur ata. E bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më evropiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Rama komentoi dhe projektin e Jared Kushner në ishullin e Sazanit. Kryeministri tha se misia me dhëndrin e Trump do të mbijetojë përtej mandatit të presidentit amerikan në Shtëpinë e Bardhë. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një miqësi që zgjat shumë kohë, prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit, kështu që nuk është as pak një miqësi politike. Kjo ishte ajo që thash atëherë dhe kjo është ajo që po them tani. Sa i përket përplasjeve politike në Shtetet e Bashkuara mes Donald Trump dhe George Soros, Rama tha se preferon të mos komentojë apo të përfshihet në këtë debat, ndonse e cilëson Shqipërinë, shtëpinë e të gjithë miqve të saj. Më pyetët për Kushner dhe Soros. Po, të dy janë miq, mund të mos e pëlqejnë njëri tjetrin, megjithse nuk jam i sigurt. Megjithatë, bëhet fjalë për ta, nuk bëhet fjalë për mua. Nuk është puna ime të gjykoj, nuk është puna ime të jem pjesë e kësaj. Kjo është Shqipëria dhe kjo është shtëpia për të gjithë miqt që kemi. Pra, të dy janë në shtëpi këtu. E ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë angazhuar në negociata mes Rusisë dhe Ukrainës, Rama i sugjeron Brukselit të komunikojë me Moskën dhe të mos e delegojë politikën e jashtme. Kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, mendoj se Bashkimi Evropian duhet të flasë me Rusinë dhe nuk duhet të vazhdojë të delegojë politikën e vet të jashtme në Washington, sepse në fund të ditës Rusia është fqinj i Bashkimit Evropian, jo fqinj i Shtetet e Bashkuara. Kjo është deklarata e kryeministit pak ditë më parë në kryesorën austriake Die Presse të Vienës. Natyrisht do të pyes ambasadorin Bimo pse pikërisht e bëri këtë deklaratë në shtypin e Austrisë, një vend i njohur për temi për asnjanësinë e tij kur vjen puna me pamja ushtarake, nuk është antar i NATO-s, por Saliko nuk është e parë që Rama bën deklarata të tilla lidhur me këtë çështje. Ka qenë e vazhdueshme, në fakt nisi e gjitha në përvjetorin e tretë të luftës në Ukrainë. Në 24 shkurt të gjithë liderët e vendeve europiane u mblodhën në Kiev në një tryezë të përbashkët, e cila në fakt nuk dukej si një përvjetor i nisjes së lufte, por dukej si një drek ku po diskutonin politika. Dhe disa prej liderëve kryesorë dhe të Ballkanit nuk morën pjesë, por zgjodhën të paraqiteshin nëpërmjet video mesazheve të ndryshme. Dhe video mesazhi i dhënë nga kryeministri Rama shkaktoi në atë kohë një ndryshim total të asaj çfarë po raportonin mediat ndërkombëtare, duke thënë se Rama solli elefantin në dhomë, siç është një shprehje angleze që thotë se tregoj kush është problemi vërtet në një darkë ku gjithë duken të lumtur, duke thënë se nuk është ky momenti për të mbledhur në Kiev, është momenti për të parë se çfarë po ndodh me politikën e jashtme dhe për të folur me Rusinë. Nuk duhet lini që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin për fatin e të gjithëve ne dhe mbi të gjitha kur e kemi mundësinë të flasim me to. Nëse me Rusinë nuk e kishim këtë mundësi, drejt kësaj duhet shkojmë me Amerikën dhe të bëhemi palë këtyre bisedimeve. Por e ka theksuar se duhet kishte ndodhur edhe më herët, edhe përpara ardhjes së Trump negociata mes Moskës dhe Brukselit. Ambasador, Austria, si disa vende tjera njohur për paanësinë e tyre deklaruar, apo ka vende si Turkmenistani, apo Austria të cilat nuk marrin pjesë, Zvicra gjithashtu, pra të cilët themi kanë dhe normalisht janë vende që teorikisht kur shpërten një konflikt mund të shërbejnë dhe si vende ku më pas zhvillohen negociata, si zhvilluan për shembull edhe në Gjenev pak ditë më parë. Mendoni që zgjedhja e Ramës nuk është e rastishme dhe a do të thotë kjo që Shqipëria nga pikpamja edhe strategjisë po mundohet zgjedhë po të ndryshoj pak diçka nga pozicioni i saj që deri dje ka qenë pa kushte kundër Rusisë? Tema jashtëzakonisht interesante, sepse nuk flasim më për gjëra që janë larg nesh, por flasim për gjëra që na përkasin neve. Austria në pamje të parë dhe në kushtetutë është vend neutral, por në realitet nuk ka si të jetë vend neutral për sa kohë është vend antar i Bashkimit Evropian dhe Bashkimi Evropian ka një klauzolë e cila detyron edhe për angazhime ushtarake në rast se preket një nga vendet anëtare, kështu që neutraliteti i Austrisë
do ishte një gjë jashtëzakonisht e përshtatshme edhe për në Ukrainës në kushte ideale, po kjo është temë tjetër. Si formul. Si formul. Sepse nuk do ta pengonte që të bënte këtë që ka bërë Austria historikisht, domethënë ka qenë neutrale po pjesë e perëndimit. Asnjëherë austriakët nuk e kanë mohuar vetes të drejtën që të ishin pjesë e perëndimit, shpirtërisht dhe politikisht. Medemek nuk angazhohen ushtarakisht, po siç thash, duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian, kanë detyrime edhe ushtarake. Ajo që më shoqëroi pyetjen me një buzëqeshje është sepse vjen një deklaratë jashtëzakonisht e duhur nga ana e kryeministit Rama për çështjet ndërkombëtare më të rëndësishme të ditës, mbasi në takimin pas asaj që ka thënë takimin midis dy qeverive Shqipëri-Itali, ku tha që nuk kemi nevojë për komisioner, pra nga një qëndrim pasiv krejt për sa i përket politikës jashtme, dalim një qëndrim super aktiv, por është njerëzore të ndryshosh edhe aq më tepër kur ndryshon për mirë. Problemi që do të thosha unë është që shtetet e mëdha të Europës, nuk po e përmend me emra, kanë humbur jashtëzakonisht shumë kredibilitet për të qenë konstruktiv në propozime për të ardhmen. Dhe zoti Rama ka bërë një gjë të jashtëzakonisht pozitive, duke marrë një iniciativë, por ajo që mendoj unë të mos ishte përçarse, do duhet që të ketë sa më shumë koordinim midis vendeve të llojit, le të themi vendet vegjël të Europës, të jenë sa më në të njëjtën gjatësi vale lidhur me këtë çështje dhe kanë shumë më tepër kredibilitet se sa këto që drejtojnë Bashkimin Evropian. Në mënyrë të veçantë do thosha presidentja dhe kjo zonës presidentja dhe përfaqësuesja e lartë për çështjet e politikës jashtme. Janë totalisht diskredituar, sidomos me këto që kanë ndodhur në Gaza, me qëndrimet që janë mbajtur këtu atje për çështjet e politikës jashtme, nuk kanë më asnjë kredibilitet në sytë e opinionit evropian. Kështu që roli i udhëheqësve si Rama mund të elevohej shumë mirë në rast se do të ishte një lëvizje disi më e koordinuar. Dhe nuk është koha të kujtojmë çka kemi thënë para 2 vjetësh, çka kemi thënë para 3 vjetësh, mirë është shikojmë përpara. Dhe për sa kohë kjo është një gjë pozitive, mirë është ta mbështesim. Glevi, jemi drejt një jo neutraliteti, por le të themi një qëndrimi temi pak më objektiv të Shqipërisë lidhur me këtë konflikt. Shqipëria përgjithsisht ka pasur një qasje që ka qenë tradicionale linjëzuar në raport me qendrimet europiane sa i takon çështjet e politikës jashtme dhe sigurisë. Natyrisht edhe kjo nuancë do thoja, pra nuk mund të themi që kemi të bëjmë me një skizëm të karakterit diplomatik, pra me një kapërcim pindarik. Jo, po le të themi është një përshafim i një linje jo pa zë brenda Bashkimit Evropian, lidhur me këtë çështje. Është një linjë që gjithmonë më shumë po merr zë brenda Bashkimit Evropian, por ajo çka realisht është pozitive këtu në këtë mes është edhe fakti që në fund ditës kjo është për të mirën e vetë-BE-s. Sepse relevanca europiane, që tha dhe ambasadori, ka shkuar në pikën më të ulët saj. Dhe normalisht një qasje e tillë, dhe ardhur edhe nga vendet cilët kanë një të shkuar jo pak të singjashme në raport me mentalitetin lindor, me një lloj historiku në marrëdhënie diplomatike me Federatën Ruse apo me Bashkimin Sovjetik dikurshëm, mendoj që i jep një lloj tonusi të veçantë dhe jep një lloj vëmendje të veçantë kësaj deklarate. Por në thelb është pikërisht ajo që dihet, pra po thot thjesht vërtetën për një gjë që Europa dhe vetë është koshjente, por mbase nuk gjen konsensusin për dalë me një qasje 3. Eugina, këtu tani po bëj një provokim. Zoti Rama, tash më sa më rezulton me kujtesën time që mbetet modestisht e fortë, nga këta liderët europian apo kandidat për të qenë Bashkimit Evropian, themi pas Viktor Orban, ose para Viktor Orban, mund të qenë lideri i fundit i Europës, temi të kraut perëndimor, që ka vizituar Moskën. Kam qenë me të në janar të vitit 2020, kur ishte presidenti i radhës i OSBE-s. Dhe me të në vërtetën, nga kontaktet dhe bisedat që ai pati atje, u duk që temi komunikimi ekzistonte. Pra, a ka në këtë temi në këtë deklaratë Ramës e një shash voqë, okej, nëse duhet të flasim me Roma, mund të jem donjë të flas me të. Unë mendoj që Rama në këtë moment është treguar pragmatist, pra nuk është një mesazh, të paktën si e shoh, nuk është një mesazh vetëm për liderët e Bashkimit Evropian. Duke pasur parasysh atë që tha ambasador Bima që pikërisht, por komisionera jashtme, kryekomisionera e kanë humbur relevancën kredibilitetin për të folur me palën tjetër. Dhe unë këtë e shoh në dy aspekte. Shikoj që i drejtohet një audiencë si asaj të Bashkimit Evropian,
ku tregohet një lider ndoshta asnjanës, pra që nuk është brenda BE-s dhe brenda të gjitha atyre politikave dhe interesave konfliktuale, por nga ana tjetër, pikërisht, nga ana tjetër rjeshtohet në i quaj shpesh lider me një pragmatizëm realist si Orban apo dhe Trump, të cilët kanë mbajtur një qasje gjithmonë jo pro-ruse, por të themi të hapur për dialogim dhe bashkëpunim. Vetëm se unë tek fjalia e fundit e Ramës nuk bashkohem dhe mendoj që ka një gabim ndoshta thelbësor aty. Kufiri i sigurisë së SBA-ve patjetër që është me Ukrainën, për sa kohë SBA-t janë garancia apo themeli i traktatit të Washingtonit dhe mendoj që ky traktati e shikon konceptin e sigurisë dhe të kufirit më holistik dhe më gjithëpërfshirës. Pastaj t'i kthemi asaj t'i mbajmë rusët jashtë, amerikanët brenda dhe gjermanët gjithmonë të ullur. Ndaj mendoj që në këtë rast Rama ndoshta përpiqet ta prezantoj figurën e tij si leadership dhe një aktor potencial për të patur edhe këtë komunikimin me Moskën, duke qenë se deri diku edhe ka prishur pak me Trumpin me atë çka bëri me batutën e tij me Alievin dhe Macron. Dhe sidomos në praninë e Macron, se pastaj këtu dalim gjithmonë tek influenca amerikane dhe europiane. europiane. Rama di si të bëj lajm dhe di si të jetë i pranishëm dhe të shkoj edhe në veshin e Trumpit. Mirë, për ta mbyllur aty ku e nisëm, Edlir, një koment të yti lidhur me këtë temi, këtë ripozicionim të Ramës, sigurisht ka një pjesë vërtetë në atë që tha ju Gjina, që sigurisht temi pas disa batutave, ndoshta edhe pak tepruara, megjithëse ai thot në kuadër gazmor që ai bëri me presidentin Aliyev, një shaka mbi një batut gabuar të presidentit Trump për sa i përket termit armenisë ngatruar me atë të Shqipërisë, por ka diçka më shumë se kaq në këtë, ka diçka më shumë se një batut, ka diçka më shumë se në një qëndrim të asaj çka Rama tha për përditshmën austriake. Së pari mendoj që zoti Rama shikon vetë si një udhëheqës aktual ose të tashmë europian, kështu që është duke krijuar një farë mënyre atë mënyrën ose prezantuar veten e tij para një audiencë edhe më të gjerë. Duhet nënvizuar këtu që intervista e tij me të përditshmën austriake nuk ishte e vetmja. Kishte një intervistë të dytë me Al Jazeera, në të cilën në fakt zoti Rama u shpreh jo vetëm njëtën gjuhë, por gjithashtu reflektoi edhe faktin që Rusia nuk përbën një kërcënim për Evropën. Dhe këtu do thoja unë që instinkti i zotit Rama dhe prononcimi i tij ishte i saktë dhe timin e duhur, por analiza e tij ishte plotësisht e gabuar. Pra, patjetër që duhet të komunikojmë, diskutojmë me Rusinë, Evropa duhet të flasë me Rusinë, por nga ana tjetër analiza pse duhet ta bëjmë këtë nuk është e saktë nga ana e zotit Rama, sepse fakti është që Rusia përbën një rrezik, jo vetëm në aspektin e një lufte tradicionale, por një lufte hibride, kibernetike ndaj Evropës, dhe mos harrojmë pastaj sigurisht edhe kërcënimin që kanë territoret shqiptare, përfshirë këtu dhe Kosovën, në lidhje me Serbinë dhe pastaj edhe elemente të tjera. Unë kam për disa vitesh që flas që politika shqiptare vuan nga një iluzion që ka një vizim midis politikës jashtme amerikane dhe asaj evropiane, dhe pastaj ku ka një dyzim të kësaj vije, ne pastaj nuk dimë çfarë të bëjmë. Kështu që mendoj që politika jon do të fillojmë, pra analiza do të fillojë nga ne vetë. Jo thjesht i themi evropianëve se do të kenë një politikë të ndryshe nga Amerika, se fakti është evropianët kanë një politikë ndryshe nga Amerika, por që ne si shqiptarë do të kemi një politikë e cila mund të adoptohet një politikë të veçantë evropiane, ashtu kurse edhe amerikane. Kështu që përmbledhje, instinkti i duhur, pozicionimi i duhur, por analiza e gabuar. Medir Mema, faleminderit që nuk ishe me ne sonte. Nga Ajda, o profesor Medir Mema, faleminderit Klemi Dervishin, faleminderit Eugjina, kënaqësi gjithmonë. Ambasador, shumë kënaqësi të kisha sot program. Qëndroni me Sali Doçin pas pak në Europort, me tretë më të fundit e konfliktit i cili që tha ambasadori, nuk ka mbaruar akoma dhe me gjas mund të vazhdojë sërish. Kaq ishte rristor për sonte, faleminderit. Europa është një aktor i nevojshëm, por jo i rëndësishëm. Pra, pa Evropën nuk mendoj se mund të arrihet një paqe kombëtare midis Rusisë dhe Ukrainës, sepse luan një rol të rëndësishëm, sigurisht sepse është në territorin evropian. Por së dyti, vetë Evropa nuk mund të jetë decisive në një zgjidhje finale, dhe këtu pastaj hyn sigurisht roli i Shtetit Bashkuara. Problemi më i madh që ka Europa në këto momente është që ajo është kthyer në një spektator i këtij konflikti dhe jo në një protagonist apo dhe aktor pjesëmarrës.
pikën 4, thuhet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmjetësojnë dialogun NATO-Rusi. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më NATO, po do të ndërmjetësojnë dialogun. Pra në një ekuacion ku janë 4 faktorë, Shtetet e Bashkuara, Rusia, BE-ja dhe NATO dhe Ukraina nga ana tjetër, nuk diskutohet që Ukraina është në thonjza vendi i cili ndjen peshën reale të konfliktit dhe vendi i cili po merr dhe faturën e konfliktit. Rusia nuk është Greqi, okay? Mos i frim kosit sepse u dogjëm nga supa. Rusia është një vend me fuqi të mesme, e cila mund të bëjë një luftë ndoshta me Ukrainën, por nuk kërcënon dot, themi në mënyrë të një luftë të drejtë për drejtë Poloninë apo dhe vendet tjera në Evropë. Mënyra e të menduarit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që Europa, kështu siç është, nuk përbën më pothuajse fare në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë një interlokutor për të biseduar për problemet e sigurisë. Unë mendoj që europianëve në këtë rast do t'i vinë në ndihmë vetë kushtetuta e Ukrainës. Për kalimin e territoreve nga territori zyrtar i Ukrainës drejt Federatës Ruse do duhet që të bëhet një referendum popullor në Ukrainë sepse kështu e parashikon kushtetuta. Në gjykimin tim nuk mendoj që do të ketë forcë politike brenda Ukrainës që mund të shkojnë në propozim dhe për të dhënë popullit të Ukrainës një propozim tillë për paqe